që të lënë pa frymë. Sot do të flasim për 3 prej tyre: Kanjoni Holtës, Kanjoni Osumit dhe Kanjoni Langaricës. Kanjoni Holtës ndodhet në jug të Shqipërisë, pranë fshatit Holta. Ky kanjon është i njohur për shkëmbinjtë e tij të lartë dhe ujvarat që rrjedhin përgjatë tij. Ujvara kryesore rrjedh me forcë ndër shkëmbinj, duke krijuar një pamje spektakolare natyrore. Shëtitja përgjatë tij të ofron mundësinë të ndjesh fuqinë e natyrës dhe freskinë e ajrit të pastër përterë ujrave të shpejta. Kanjoni mbartë dhe një biodiversitet të pasur. Gjerprinj të parezikshëm, zoj të rrallë dhe bimësi të veçantë që mbijetojnë në shkëmbinjtë e Pjerrët. Legjenda thotë se dikur një ujvare magjike shërbente si vend lutjeje për banorët e fshatit, duke bërë këtë vend dhe më misterios dhe tërheqës për vizitorët. Kanjoni Osumit, pranë qytetit të Qorëvodës, është një nga më të famshmit në Shqipëri. Me një gjatësi prej rreth 26 kilometrash dhe thellësi deri në 70 metra, ai ofron pamje të jashtëzakonshme. Gjatë pranverës, lumi Osum fryhet nga shiu dhe merr një ngjyrë të gjelbër të thellë, duke krijuar një spektakël që magjepse vizitorët. Aty mund të provoni rafting ose të shijoni pamjen nga ura e vjetër, ndërsa shkëmbinjtë e lartë krijojnë hije dhe forma të ndryshme gjatë ditës. Përveç bukurisë natyrore, Osumi ka dhe histori të pasura kulturore. Banorët tregojnë se kanjoni ka qenë rrugë komunikimi mes fshatrave dhe tregjeve të vjetra. Ecja përgjatë këtij kanjoni është një eksperiencë që përzihen aventurën me qetësinë e natyrës. Kanjoni Langaricës ndodhet në juglindje të Shqipërisë dhe ka formacione gjeologjike unike. Shkëmbinjtë e lartë dhe rrjedha e qetë e lumit Langarica krijojnë një peizazh unik dhe të bukur. Ky kanjon është ideal për ata që kërkojnë qetësi dhe lidhje të afërta me natyrën. Shëtitja përgjatë tij ofron mundësi për fotografi të bukura dhe për të shijuar energjinë e maleve shqiptare. Në disa pjesë të Langaricës mund të shihni shpella të vogla dhe gur të formuar natyrshëm që kanë mbajtur shekuj të tërë. Flora përfshin drurë të rrallë dhe barishte që ndryshojnë ngjyrë sipas sindve, duke bërë çdo vizitë të veçantë dhe të paharrueshme. Çdo kanjon ka historinë dhe mrekullitë e veta. Tecësh pranë tyre do të ndjesh fuqinë e lumenjve, bukurinë e shkëmbinjve dhe energjinë e natyrës shqiptare. Udhtimi në këto kanjone është një eksperiencë që do të kujtohet gjatë gjithë jetës. Shikimi i ujit që rrjedh, dëgjimi i zhurmës së tij dhe ndjenja e freskisë së ajrit të pastër e bëjnë këtë provojë të paharrueshme. Përmes Holtës, Osumit dhe Langaricës, Shqipëria tregon se natyra e saj është e gjallë, e fuqishme dhe e bukur. Çdo hap, çdo kthesë dhe çdo ujvar janë ftesa për të eksploruar dhe për të lidhur me tokën dhe historinë e saj. Vizita në këto kanjone nuk është vetëm një udhim, është një përjetim i natyrës në formën më të pastër dhe më të fuqishme. Faleminderit.